Duket se nuk do ketë një raund të dytë të negociateve në Islamabad mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Për folur mbi tensionet atje dhe po themi informacione më të fundit, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Sokol Braj. Zoti Braj, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, Shnesi. Çfarë të resh kemi nga lindja e mesme? Po të rejat në fakt do e kishim kretë ndryshe sa dita e mërkurë, e cila kishte edhe ultimatumin e fundit Trumpi që nëse nuk vini do të fillojnë bombardimet përsëri, por në orët e vonat pas orareve të Europës, pra sipas kohës së Europës, Trumpi e zgjati domethënë këtë armëpushimin pa limit, pra tashmë nuk kemi një limit deri ditën e nesme apo të pasnesme, pra kjo tregon që edhe tani mund të fillojnë luftimet, por edhe mund të mos të kemi luftime, mund të kemi një armë pushim të ftohtë, i cili ka qenë në fakt që nga lufta 2 javore e vitit të kaluar deri në 28 shkurt që filloi përsëri e dyta. Ku të dy anët thojnë që ne do të jemi fitimtarët, pra Trumpi do të bëhet prallën e vet si fitimtar, po ashtu edhe Irani do të bëhet prallën e vet që jemi fitimtar, dhe kanë ngelur tek ato pika të cilat ka dekada më radhë që debatohet mes Amerikës dhe Turqisë, ku deri diku më falni, deri ku janë pas arritur një marrëveshje mes Iranit dhe presidentit Obama, pra një dekadë më parë, por Trumpi e patprish këtë, kurse tani atyre pikave në fakt i shtohet edhe ngushtica e Hormuzit, i cili kemi një lojë shahu tamam, lojë shahu e iranianëve, të cilët ato bllokuan ngushticën e boshtorit, pra e bën shahmat Amerikën, por Amerika me një lëvizje krejt tjetër dhe super strategjike i vuni një blokadë më sipër, pra ngushticës së Hormuzit, e cila është ajo nyja që me të vërtetë nuk po lën të qetë tavolinën të cilat të bëhet një paqe, por edhe sido që të qoftë, domethënë edhe unë besoj që do të kemi një tavolinë përsëri, ndoshta jo sot e nesër, por do ta kemi sepse çdo lloj lufte në tavolinë mbaron, ose mund të ketë Amerika një strategji krejt tjetër, e cila thotë që po atëherë unë përbaj si Putini, pra do të zgjas këtë luftë me vite e vite, por kjo nuk është në interes të Amerikës, sepse fokusimi i Amerikës në rajon atëherë e humb fuqinë e vet, e cila dihet domethënë që ka edhe rival të saj, siç është Kina dhe Rusia, por këtu se gjen një zgjedhje, sepse zgjedhja është e detyrueshme për të dy anët, kurse me pa lajmet e fundit në fakt të dy anët janë fitimtarë, të dy anët kanë ato historinë e vet që duhet të dalin me një lloj krenarie nga kjo luftë, qoftë humbësi dhe nuk do të jetë asnjë humbës. Pra, nëse një luftë bëhet, dikush është humbës, pra dikush do të ulet në tavolinë dhe të pranojë kushtet, por deri më tani të dy anët nuk po pranojnë kushtet e njëri tjetrit, kështu që tensionet vazhdojnë të rriten, por vetë prononcimet e Trumpit duhet të shohim nga aspekti edhe jo thjesht geostrategjik, sepse në mënyrën mallore Amerika strategjia e saj është në mënyrë perfekte në vazhdimsinë e saj, por nga ana ekonomike globale normalisht që prononcimet e Trumpit janë për të qetësuar edhe bursat ndërkombëtare, siç është bursat e petrolit apo dhe të loririt. A janë të gatshme palët për t'ju futur edhe një herë procesit të luftës, pra a janë të gatshme që të fillojnë edhe një herë bombardime ndaj njëra tjetrës? Po, janë të gatshme dhe besohet që të paktën të dy anët, të tre anët, pra qoftë Amerika, Izraeli dhe Irani, kanë ende për të bombarduar, pra kanë armë, por edhe ato armë duhet të shohim pak edhe ndryshe, jo thjesht ndoshta si një terren në gjendje lufte, por edhe ato armët janë të shtershme, pra edhe ato armët mbarojnë, sepse siç dihet me miliona tonelata armë janë hedhur në Gaza, pra këto kanë qenë armët e Amerikës, nuk është Izraeli prodhon armë. Po ashtu edhe në Iran bëhet fjalë për 40 e sa mijë bombardime të tjera, të më pas janë nga 1 euro, më pas janë edhe janë kolosale, të cilat të armë prodhohen, janë të shtershme dhe nuk është se mund të rivihen depot e armëve, në magazinat e armëve, më thënë sa herë të dënë ty, sepse nuk është ujë në det që merret në kova dhe përshatiset një vend tjetër, por ka shumë mendime apo analiza dhe strategjistë që thojnë në fakt që kjo armë pushimi është
më shumë për Amerikën dhe Izraelin, e cila ka një largësi prej mijëra kilometra, që duhet vinë edhe armët nga Amerika në rajon. E para. E dyta, nëse shohim vetëm nga ana e armëve, duket që Amerika ka një turrje të armëve dhe kjo është krejt normale dhe kjo është natyra e luftës, të cilat shumë armë apo ushtar ka sjellën nga Japonia, nga vende të tjera, nga vende të tjera të globit, pra nga bazat e saj që ka në mira baza në të gjithë globin, kurse ne pa nga ana e Iranit, normalisht Irani është një kuti e fshehur, cila ne nuk e dim, pra nuk kemi përëndësime zyrtare apo shifra reale zyrtare që flasin se sa ka Irani apo se sa prodhon Irani në ditë, ku thuhet, pra sipas analizave thuhet që Irani arrin të prodhojë me mijëra drone në ditë, po ashtu edhe bomba balistike në tunelet e saj që e ka thjesht jo thjesht nga vetë regjimi i gardës republikane të regjimit të ajetullave, por e ka fal vetë natyra, domethënë një gjeografi shumë të gjerë dhe me të vërtetë që është shumë e vështirë të deportohet, edhe pse nëse ju kujtohet në luftën dyjavore, bombardimet e mbikëqyshit, domethënë pa thënë Trumpi që u eliminuar, tash pra nuk do kemi kurrë më frikë nga Irani për nuklearizmin e Iranit, por pas 6-7 muajve pamë që kjo ka qenë një prallë. Po ta edhe ditën e parë të bombardimeve nga Amerika dhe Izraeli, tha që ja tashmë Irani mbaroi krejt hiku me çdo gjë, pra ne fituam, pra kaluan 50 ditë dhe ende nuk është fituar asnjë gjë, e cila duhet të kemi me kujdes edhe për rëndësimet zyrtare qoftë Amerikës dhe qoftë Iranit, por është një luftë në fakt pak më ndryshe nga luftat klasike apo edhe nga diplomacia klasike, sepse të dy anët duket që kanë marrë diçka në dorë, të cilat, domethënë të dy anët bëhet fjalë për Iranin, sepse Amerika strategjia amerikane është për të qenë vetëm hegemonin në botë, ku nuk është thjesht me lufta me Iranin, nuk është thjesht lufta e Izraelit dhe Amerikës me Iran, por është lufta e Amerikës me geostrategjinë më të gjerë, pra po qoftë me Rusinë, me Kinën edhe me vende të tjera që janë në thojza kundër Amerikës. Nëse marrim shembull që lufta përfundon sot, në këndvështrimin tuaj, kush mendoni se ishte fituesi i kësaj lufte? Në fakt në luftë nuk ka fitimtar, të gjithë anët kanë humbur, Irani është bë rrafshmëhi, si themi ne, pronësimet zyrtare të Iranit të thuhet që janë mbi 45.000 ndërtesa, të cilat mbi 70% ndoshta apo 80% e këtyre janë të rëndësishme të prodhimtarisë apo të mbrojtjes së sistemit të shtetit iranian dhe për mbrojtje edhe për luftë. Kjo tregon që Irani ka humbur shumë jashtë masë, por edhe Amerika ka humbur shumë, sepse tashmë ka humbur edhe besimin totalisht tek aleatët e saj, për shembull atë përplasjen brenda NATO-s, e shohim, e cila tashmë asnjë vend i NATO-s, duke përjashtuar normalisht vendet e vogla, por vendet kryesore të NATO-s nuk e kanë më besueshmërinë tek Amerika, qoftë Europa Europa perëndimore, po ashtu edhe aleatët të tjerë që edhe ata të NATO-s janë shtuar më vonë, vitet e fundit që kanë hyrë në NATO. Kjo është një humbje për Amerikën, po ashtu edhe të gjitha bazat radare që janë miliarda dollar në shtetet e gjirit për sigurisht të Gradishut arabik, ata tashmë dihen dhe pranohen nga Amerika, që janë eliminuar totalisht nga Irani dhe duhet kohë dhe duhet miliarda euro për të riparuar apo për të ngritur nga e para atë gjëra, kështu që kush ka fituar, pra nëse shohim vetëm thjesht terrenin e luftës pra në rajon, atëherë aty nuk është se ka fituar asnjëri, por nga ana gjeostrategjike globale Amerika normalisht është fitimtare, sepse pas kanalit të Panamës, pas Venezuelës, ishte rradha tek lindja e mesme, pra tek Irani, tek mbështetja e Hormuzit për të bllokuar furnizimin me vendin e parë, qoftë jo vetëm thjesht petroli, nafta, benzina dhe vajgulli, por edhe vende të tjera që janë etike për bujqësi që prodhohen në lindjen e mesme për në shtetet e gjirit, të cilat tashmë gati 50 sa ditë të gjitha janë të bllokuara, dhe në këtë aspekt Amerika nga ana gjeostrategjike është fitimtare normalisht, por një tjetër ndoshta as fitimtar, por as edhe humbes është Izraeli, i cili me pa nga ana politikat të mbrëmshme të Izraelit, qeveria Benjamin Netanyahu ja arriti të konsolidojë për të thuash mbi 80% të popullit
pranë tij, kurse nga ana tjetër edhe ka humbë Izraeli, sepse Izraeli ka të teorinë biblike e cila thuhet sipas tyre, se nuk i besoj gjëra të tilla, por thuhet që mbi Izraelin nuk do të fluturojë asnjë mizë, asnjë skojnë, por në fakt Irani këtë herë dhe pra për herë të parë në historinë e Izraelit, Tel Avivi, pra kryeqyteti i Izraelit, bombardohet, i cili pa me përdysë të sa ditë më radhë që të gjithë hebrejtë e Izraelit ishin në llogore, domethënë në mbrojtje në llogoret e tyre, në bunkjerat e tyre, pra që i kanë poshtë pallateve të tyre, dhe kjo ka humbur, Izraeli ka humbur edhe besimin tek i gjithë opinioni ndërkombëtar, pra ka humbur edhe atë viktimizimin që e kishte, domethënë prej dekada më radhë, që kështu bani holokaustin gjermanët kundër nesh dhe Hitleri kundër nesh, dhe të njëjtën gjë bëri edhe ai në Gaza, po bën edhe sot në Liban. Kështu që fitues, kush është fitues, është për të ardhur keq, por nuk është se kemi një fitues, domethënë nga kjo luftë, kurse nga siç e thash edhe në fillim që nga ana gjeostrategjike Amerika normalisht që nuk ka humbur, pavarësisht se ka humbur ushtar apo anija apo helikoptera, avione, gjana, por Amerika është aty forca të rindërtoi ata, por pikat kryesore që ka pasur, sidomos Trump në fillim do të rrëzojmë, do të eliminojmë regjimin, do të bëjmë atë dhe me sa duket deri më tani nuk ka arritur në qëllimet. Nëse ka një marrëveshje paqe mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit nga ana tjetër, a besoni që lindja e mesme do gjejë qetësi apo mund të ketë një luftë të mundshme në të ardhmen mes Turqisë dhe Izraelit, pasi shpesh është folur për një mobilizim të Turqisë për një luftë të mundshme që mund të fillojë ndaj Izraelit? Jo, luftën mes Izraelit dhe Turqisë nuk e shoh, nuk e parashoh përfund në horizont, sepse s'duhet harruar që Turqia është një antare e NATO-s, pra është aleati më i rëndësishëm i NATO-s në lidhjet të NATO-s, e cila ka qenë jo thjesht vetëm vitet e sotme, por ka qenë prej dekadash, dhe sidomos gjatë luftës së ftohtë, ka qenë pritja kundra komunizmit, e cila ka luajtur rolin e vet më dominues dhe më perfekt në të gjithë antarët e NATO-s, qoftë në Europën qendrore, por ashtu edhe për Amerikën dhe të gjitha vendet. Dhe nga ky nuk e shoh një aspekt, vetëm nëse dele teoria që do të eliminohet NATO, por edhe kjo është shumë për të dëshiruar, sepse NATO çdo ditë më shumë po forcohet dhe po zgjerohet, ku paktën në 7-8 korrikë kemi samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara, i cili edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ndodhet në Ankara dje dhe sot për takimet zyrtare, pra për para samitit, dhe nuk e shoh që kemi një luftë të tillë, por pyetjes së parë që me të vërteta do të kemi një paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme, kjo lë shumë për të dëshiruar, sepse aktori kryesor i lindjes së mesme, ose siç e quajnë vetë shtetet e lindjes së mesme, që molla e sherrit është Izraeli, i cili dhe realisht, sidomos të 2 vitet e gjysmë, të 3 vitet e fundit, e shohim që gjithë rajonin sa më gjermë, qindra mijëra kilometra larg tij, ka dëshirën që ta çojë vetëm në gjak, në kaos dhe në vrasje. Pra me këtë, dhe kjo tregon që nuk do të kemi një paqe të qëndrueshme në plus edhe gjithë ajo pranvera, më falni, ajo parajsa që ka qenë nga dishullin arabik, pra në shtetet e tjera, përsi Katari, Omani, Emiratet e Bashkuara, Arabia Saudite, që kanë qenë parajsa e kësaj bote, me qoftë nga ana e turizmit, por ashtu edhe nga ana e financave dhe e ekonomisë, tashmë ajo është rënuar dhe është eliminuar, ku nëse do të kemi një paqe, unë do të shoh që do të jetë kalimtare një paqe mes Amerikës dhe Iranit, sepse të dyja pritshmëria, të dy ana apo kërkesat e njëra anë për tjetrën dhe tjetrës për tjetrën janë aq shumë të larta sa që është pamundur të pranohen qoftë nga Irani, por qoftë edhe nga Amerika, pa u eliminuar njëra. Kështu që në lindjen e mesme të kemi një paqe, kjo duket e pamundshme, ndoshta mund të kemi një pauzë të luftës mes Amerikës dhe Iranit, por Izraeli do të vazhdojë në fuqinë e vet, në vendet të afërta të saj, siç është Gaza, Palestina perëndimore, Sheria perëndimore, po ashtu pritet që të kemi edhe luftime ndërhyrje izraelite edhe në Siri, kurse për në Turqi unë e shoh të pamundur, vetëm po Izraeli apo edhe Amerika që munduan ta fusin Turqinë në luftë kundra
Iranit, pra dhe NATO, në fakt jo vetëm Turqinë, nuk arriten dot, po ashtu edhe ajo gjokeri që e ka pas në dorë prej dekada më radh Amerika dhe Izraeli, kartën e kurdëve që të përdorin mish për top, domethënë qoftë kundër regjimit të Saddamit, Bashar al-Assadit, po edhe në vendet e rajonit, nuk arriti që të bëhet realitet për një ndërhyrje të kurdëve në Iran që të pushtojnë, pra Iranin të avëzojnë regjimin dhe të bëjnë një kaos në shpallin qeverinë shtetin e vetë në Iran. Kështu që kjo duket që është shumë e largët paqja për në lindjen e mesme, e cila aty mund të qëndrojnë në kanë vetëm ata të fortit, dhe deri më tani të paktën Izraeli duket ende i fortë, deri diku edhe Egjipti duket diku më fort, kurse vendet e Gadishullit Arabik thua tashmë ju ka hika e vlera totalisht, dhe nuk besoj që të kemi një paqe edhe vetë mes muslimanëve në thojza, pra të shtetet e gjithë për sikë dhe Iran, cilat dihet që Irani ka sulmuar atë dhe ka eliminuar shumë gjëra, miliarda dhe miliarda euro, ka dollar, ka dhënë dëm në ta, dhe normalisht dhe ato të shohin në një botë të tjetër, ndoshta nga sigurisht, sepse dihet që kanë paguar triliona dollar vitin e kaluar, për çdo vit, pak jo vetëm vitin e kaluar, por paguajnë Amerikë për të mbrojtur, dhe Amerika nuk i mbrojti, domethënë nuk i mbrojti dot ato. Kështu që paqe jo, por ndoshta një pauzë mund të kemi nga ana e Amerikës me Iranin, por edhe kjo është shumë e vështirë të jemi të sigurt në këtë thënie që do të kemi një paqe mes Amerikës dhe Iranit, sepse vetë prantimet e Trumpit nuk e tregojnë që do ta kemi një gjatë të tillë, por gjithsesi të paktën shpresa që jo duhet të jetë në këtë drejtim. A mendoni se Dubai do i kthehet normalitetit dhe sa dëmtime ka pasur nga kjo luftë? Dubai është shumë e vështirë të kthehet normalitetit, për qoftë edhe Katari, qoftë edhe Emiratet e Bashkuara, Omani dhe Arabia Saudite, në të vërtetë që kjo lë për të dëshiruar, biles ndoshta mund të jetë edhe shumë si të fantaziet, por edhe qëllimi i Izraelit dhe i Amerikës në këtë luftë ka qenë edhe vetë dëmtimi i rajonit, e cila dihet që sidomos Dubai, Katari, Abu Dhabi kanë qenë vendet që kanë mbledhur të gjithë paranë e botës, ndoshta jo sa Zvicra, por gjithsesi ka qenë pika e parë për të gjithë miliarderëve, multimiliarderëve, të parasë pastër dhe të parasë të pisë, e cila është futur në sistemin IBAN, pra futur në sistemin, është pastruar, që i themi, domethënë ne shqip miliarda apo triliona dollar, kanë qenë të vendet e gjithë për së ku tashmë nuk besoj që do të jetë madhe do të kthehet normaliteti qoftë nga ana e turizmit, për qoftë edhe nga ana e financave dhe biznesit, sepse është shumë e vështirë të jetë kur një kulturë, një traditë, nuk është thjesht se je i fortë sepse ke ndërtesa marramense, hap i bën një ndërtesë mes detit, pra kjo është një iluzion e cila tregon edhe geostrategjinë apo edhe strategjitë e vendeve të gjithë për të qenë vetvetja e tyre, e cila vendet më të pasura të botës, pra që ishin ato vende, t'ja lësh 100% në mbrojtjen tënde, të siguroj ty një shtet që e ke 10-12 kilometra larg. Kjo ka treguar që rajonin është shumë vështirë që të kthehet në normalitet apo ditëve të kaluara, por të besoj që mund të jenë vetëm thjesht ato ëndrat në kur që kështu në histori kemi qenë kështu, por jo, por në këtë pellg mund të shohim edhe lëvizje geostrategjike rajonale, ku për shembull bëhet fjalë, ne nuk kemi pronëzime zyrtare, por bëhet fjalë për një aleancë mes Egjiptit, Turqisë, Iranit, Pakistanit dhe vendeve arabe, por normalisht për tani është e vështirë të bëhet fjalë, por ndoshta mund të shohim aleanca të tjera të ndryshme, jo si aleanca e NATO-s, por me një kuptimin për të siguruar vetë sigurinë e shteteve të tyre. Zoti Braj, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Gjithashtu për mua ishte kënaqësi, faleminderit.